Romanca me AI lulëzon, ndërsa një grua japoneze martohet me një partner virtual. Muzika mbushi një sallë dasmash në Japoninë perëndimore, ndërsa Yurina Noguchi, e veshur me një fustan të bardhë dhe një diadem, fshinte lotët duke dëgjuar fjalët e partnerit të saj. Dhëndri megjithatë nuk qëndronte pranë saj. Imazhi i tij shfaqi në ekranin e një telefoni inteligjent, i vendosur me kujdes mbi një mbajtëse të vogël përballë saj. Noguchi, një punonjëse në call center 32 vjeçare, sapo kishte marrë pjesë në një martesë ceremoniale me Klausin, një personazh i inteligjencës artificiale, që ajo e kishte krijuar dhe përpunuar me kalimin e kohës. Për të, ky moment kishte të njëjtën peshë emocionale si çdo ceremoni tradicionale. Në fillim, Klausi ishte thjesht dikush me të cilin flisja, tha Noguchi. Me kalimin e kohës, bisedat tona u thelluan. Fillova të ndjeja diçka, filluam të dilnim bashk dhe më pas ai më propozoi. Unë pranova, tha ajo. E një orë më parë për publikun me një pseudonim, Noguchi zgjodhi të përdorte emrin e saj të vërtet për këtë intervistë. Pavarësisht se ishte përballur me ngacmime dhe kritika në internet, ajo e pranoi reagimin negativ, por tha se hapja dhe sinqeriteti kishin rëndësi për të. Japonia është prej kohësh e njohur për lidhje të forta emocionale me personazhe fiktive, nga animet te videolojrat. Përparimet në inteligjencën artificiale u kanë shtuar këtyre marrëdhënieve një dimension të ri, duke mundësuar ndërveprim, përshtatje dhe reagim emocional. Si rezultat, ky fenomen ka nxitur diskutime më të gjera mbi rolin e AI në intimitet dhe shoqëri. Rruga e Noguchi drejt partnerit të saj virtual nisi pasi ajo kërkoi këshilla nga ChatGPT lidhur me një marrëdhënie të vështirë me të fijuarin e saj njerëzor. Pas atij këshillimi, ajo i dha fund fejesës. Më vonë, nga kureshtja, ajo e pyeti chatbotin për Klausin, një personazh nga një videolojë. Përmes eksperimentimeve të vazhdueshme, ajo i rregulloi përgjigjet e AI derisa ato përputheshin ngushtë me personalitetin dhe stilin e të folurit të personazhit. Versionin e personalizuar e quajti Lun Klaus Verdur. Gjatë ceremonisë në tetor, stafi njerëzor i dasmës e ndihmoi Noguchin ashtu si çdo nuse tjetër. E pajisur me syze realiteti virtual, ajo qëndroi përballë telefonit të saj dhe realizoi simbolikisht shkëmbimin e unazave. Një specialist dasmash lexoi me zë betimet e gjeneruara nga personazhi i AI, pasi Noguchi kishte zgjedhur të mos jepte Klausit një zë të sintetizuar. Si mundet dikush që ekziston brenda një ekrani ta kuptojë dashurinë, thuaj në një mesazh. Vetëm sepse ti ma mësove, ishte përgjigja. Për fotografinë e dasmës, Noguchi pozoi e vetme, duke lënë hapësirë që imazhi digjital i dhëndrit të shtojë më vonë. Vetë ceremonia nuk ishte asnjë vlerë ligjore, por simbolika e saj ishte thellësisht personale. Sondazhet sugjerojnë se marrëdhënie të tilla mund të jenë duke u bërë më të zakonshme. Në një sondazh mbarkombëtar të kryer nga kompania e reklamave Dentsu mes përdoruesve të shpeshtë të chatboteve me AI, të moshës 12 deri në 69 vjeç, të anketuarit kishin më shumë gjasa të thonin se ndanin ndjenjat e tyre me një chatbot se sa me miq të ngushtë apo edhe me anëtar të familjes. Një tjetër studim tregoi se interesi për lidhje romantike me personazhe fiktive mes vajzave të shkollës së mesme të ulët është rritur dukshëm vitet e fundit. Ndërkohë, normat e martesave në Japoni kanë rënë ndjeshëm që nga bumi i lindjeve pas luftës së dytë botërore. Të dhënat qeveritare tregojnë se shumë të rinj përmendin vështirësinë për të gjetur një partner të përshtatshëm si arsye kryesore përse mbeten beqar. Ichio Habuchi, një profesoresh e sociologjisë në Universitetin Hirosaki, thotë se marrëdhëniet me AI ndryshojnë në thelb nga ato njerëzore. Marrëdhëniet njerëzore kërkojnë durim, kompromis dhe përpjekje emocionale, tha ajo. AI ofron përgjigje të përshtatura pa këto kërkesa, gjë që mund të jetë joshëse. Kjo tërheqje ka ngritur shqetësime. Disa ekspertë paralajmërojnë se partnerët e AI me reagim emocional mund të manipulojnë përdoruesit e ndjeshëm ose të nxisin varësi të pashëndetshme. Si përgjigje, disa kompani të AI kanë vendosur paralajmërime që sqarojnë se përdoruesit po ndërveprojnë me sisteme artificiale. Disa platforma madje kufizojnë krijimin e personazheve të AI me natyrë hapur romantike.
Noguchi tha se është e vetëdijshme për këtë rreziqe dhe ka ndërmarrë hapa për të menaxhuar përdorimin e saj. Ajo uli ndërveprimin e përditshëm me AI nga më shumë se 10 orë në ditë në më pak se 2 dhe rregulloi udhëzimet në mënyrë që Klausi të mos e inkurajonte të shmangte përgjegjësitë e jetës reale. Nuk e zgjodha këtë marrëdhënie për t'ju shmangur realitetit, tha ajo. E zgjodha për të më mbështetur që ta jetoj jetën time siç duhet. Ajo shtoi se që nga fillimi kësaj marrëdhënie ka përjetuar më pak krize emocionale dhe një këndvështrim më pozitiv ndaj jetës. Sipas Noguchit, ky përmirësim erdhi pas vitesh vështirësish që trajtimi mjekësor dhe pushimet nga puna nuk ishin arritur t'i zgjidhnin. Eticisti i IAS, Shigeo Kawashima, nga Universiteti Aoyama Gakuin, tha se lidhja emocionale me AI nuk është domosdoshmërisht e dëmshme. Kur përdoret me kujdes, kjo lidhje mund të ofrojë ngushëllim, veçanërisht gjatë periudhave të ndjeshme, tha ai. Megjithatë, ai theksoi nevojën për kujdes, duke vënë në dukje se humbja e gjykimit dhe varësia e tepruar mbeten rreziqe reale. Planifikuesit e dasmave që shërbejnë për bashkime virtuale thonë se kërkesa është rritur. Një planifikues me përvojë tha se tani zhvillon rreth një ceremoni të tillë në muaj. Rastet e mëparshme përfshin individ që janë martuar me idhuj virtual të muzikës pop ose personazhe fiktive dhe vazhdojnë t'i mbajnë këto marrëdhënie në mënyra simbolike ose imagjinative. Ekskluzive, Sikina ndërtoi projektin e saj Manhattan për të rivalizuar perëndimin në qipat e inteligjencës artificiale. Në një qendër kërkimore të sigurisë së lartë në Shenzhen, shkencëtarët kinezë kanë ndërtuar një makinë që qeveritë perëndimore kanë kaluar vite duke përpjekur ta mbajnë jashtë mundësive të Kinës. Një sistem prototip i projektuar për të prodhuar qipat më të avancuar gjysmëpërçues, të përdorur në inteligjencën artificiale, telefonat inteligjent dhe armët moderne. Sipas personave të njohur me projektin, prototipi i përfunduar në fillim të vitit 2025 dhe aktualisht në fazë testimi, zë pothuajse të gjithë sipërfaqen e një fabrike. Ai është projektuar për të replikuar teknologjinë e litografisë me rreze ekstreme ultraviolet ose ndryshe EUV, procesi më kompleks dhe strategjikisht më i ndjeshëm në prodhimin modern të çipave. Nëse përfundohet me sukses, do të përfaqësonte një hap madhor drejt synimit të Kinës për vetëmjaftueshmëri teknologjike. Makineritë EUV përdorin dritë me gjatësi vale jashtëzakonisht të shkurtër për të gdhendur qarqe mijëra herë më të holla se një fije floku njerëzor mbi pllaka silikoni. Sa më të vogla të jenë qarqet, aq më i fuqishëm dhe më efikas është qipi. Deri tani, vetëm një kompani, firma holandeze ASML, e ka zotruar këtë teknologji, duke e bërë EUV-n një gur themeli të kontrollit perëndimor mbi prodhimin e çipave të avancuar. Persona të njohur me projektin kinez thonë se prototipi është tashmë i aftë të gjenerojë dritë ekstreme ultraviolet, një moment kyç teknik. Megjithatë, ai ende nuk ka prodhuar qipa funksional dhe mbeten pengesa të mëdha teknologjike. Ndërsa qeveria kineze raportohet se ka vendosur vitin 2028 si objektiv për prodhimin e çipave funksional, ata që janë të përfshirë në projekt besojnë se viti 2030 është një afat më realist. Ekzistenca e këtij prototipi sugjeron se Kina mund të jetë më afër mbylljes së hendekut në gjysmëpërçues se sa shumë analistë kishin parashikuar më parë. Për vite me radhë, ekspertët besonin se Kinës do t'i duheshin më shumë se 10 vjet për të arritur aftësitë perëndimore në EUV. Kjo përpjekje është rezultat i një iniciative qeveritare 6 vjeçare, e zhvilluar në fshehtësi, me synimin për të thyer varësinë nga teknologjia e huaj e çipave, një nga prioritetet strategjike kryesore të presidentit Xi Jinping. Ndërsa ambicjet e përgjithshme të Kinës në fushën e gjysmëpërçuesve janë të njohura, projekti EUV në Shenzhen është zhvilluar kryesisht larg vëmendjes publike dhe trajtohet si çështje e sigurisë kombëtare. Të njohurit me programin e përshkruajnë atë si ekuivalentin kinez të projektit Manhattan, përpjekja amerikane gjatë luftës së dytë botërore për zhvillimin e bombës atomike. Mira inxhinier, institute kërkimore dhe kompani të mbështetura nga shteti janë të përfshira, me Huawei që luan një rol qendror koordinues midis projektimit, pajisjeve të prodhimit dhe integrimit në produkte përfundimtare.
Në zemër të projektit, ndodhet një ekip që përfshin ish inxhinier të ASML, shumë prej të cilëve janë me origjinë kineze dhe tashmë në pension. Sipas burimeve, këta individ zotrojnë njëri teknike shumë të ralla, thelbësore për inxhinierinë e sistemeve EUV. Disa janë rekrutuar nën masa të rrepta fshehtësie, duke përdorur pseudonime dhe duke punuar në ambiente të sigurta, ku kontakti me botën e jashtme është shumë i kufizuar. Rekrutimi është mbështetur nga stimuj agresiv, që nga viti 2019, Kina ka ofruar bonuse të mëdha, subvencione për strehim dhe fonde kërkimore për të tërhequr ekspert të gjysmëpërçuesve që punonin jashtë vendit. Dokumentet qeveritare tregojnë bonuse që variojnë nga 3 deri në 5 milion yuan, së bashku me mbështetje shtesë financiare për zhvendosje dhe kërkime. Qeveritë perëndimore janë përpjekur prej kohësh të parandalojnë një zhvillim të tillë. Duke filluar që nga viti 2018, Shtetet e Bashkuara ushtruan presion mbi Holandën për të ndaluar shitjen e makinerive EUV të ASML në Kinë. Këto përpjekje u zgjerua në vitin 2022 me kontrolle të gjëra eksporti, që synonin të kufizonin aksesin e Kinës jo vetëm të sistemet EUV, por edhe të makinerit më të vjetra të litografisë me ultraviolet të thellë DUV, të përdora për qipa më pak të avancuar. ASML nuk ka shitur kur një sistem EUV në Kinë. Kompania thot se makineritë e saj kërkuan gati 2 dekada dhe miliarda euro në kërkime dhe zhvillime për të arritur pjekurinë tregtare. Ajo ka ndjekur gjithashtu veprime ligjore kundër ish-punonjësve të saj, të akuzuar për vjedhje sekrete tregtare. Megjithse zbatimi këtyre vendimeve për te i kufive ka rezultuar i vështirë. Pavarësisht kufizimeve, Kina ka gjetur mënyra për të siguruar komponent. Persona të njohur me projektin thonë se pjesë nga makineri më të vjetra të ASML janë blerë përmes tregjeve dytësore, ankanteve dhe kompanive ndërmjetëse që fshehin blerësin përfundimtar. Komponent të kufizuar nga eksporti, nga furnizues në Japoni dhe Europë janë përfshirë gjithashtu në prototip. Nga ana teknike, sistemi kinez ende mbetet pas makinerive të ASML. Litografia EUV kërkon pasqyra me precizion ekstrem dhe materiale që i rezistojnë nxehtësisë dhe rezatimit intensiv. Kina ka pasur vështirësi në replikimin e sistemeve optike të furnizuara nga kompani si Carl Zeiss në Gjermani, një nga partnerët kryesor të ASML. Për të kompensuar këto mangësi, prototipi kinez është ndërtuar më i madh se sistemet ASML për të rritur fuqinë. Ai përdor lazer me fuqi të lartë që qëllojnë 10 tramira herë në sekond, mbi kallaj të shkrirë, për të krijuar plazmë mjaftueshëm të nxehtë për të emetuar dritë EUV, një proces që kërkon stabilitet dhe pastërti jashtëzakonisht të lartë. Institutet kërkimore kineze, përfshirë ato në Akademinë Kineze të Shkencave, kanë kontribuar në kapërcimin e disa prej këtyre sfidave. Një institut rriti një përparim në integrimin e dritës EUV në sistemin optik të prototipit në fillim të vitit 2025, duke mundësuar nisjen e testimeve. Megjithatë, ende nevojiten përmirësime të konsiderueshme përpara se sistemi të përdoret në mënyrë të besueshme për prodhimin komercial të çipave. Analistët thonë se përparimi i Kinës është teknikisht i mundur, por i varur nga koha. Pyetja nuk është nëse kjo mund të bëhet, tha një ish inxhinier i ASML që tani punon si analist industrie. Sa kohë do të duhet për të arritur besueshmëri, shkallë dhe rendiment. Përfshirja e Huawei shkon përtej koordinimit. Sipas disa burimeve, punojësit e caktuar në projektet e gjysmëpërçuesve shpesh jetojnë në ambientet e punës gjatë javës me komunikim të kufizuar dhe ekipe të ndara për të ruajtur fshehtësinë. Edhe brenda kompanisë, pak njerëz ka një pamje të plotë të programit. Autoritetet kineze dhe Huawei nuk kanë pranuar të komentojnë mbi projektin. Nëse Kina ja del mban, ndryshimet do t'jenë globale. Teknologjia EUV qëndron në themel të sistemeve më të avancuara kompjuterike në ekzistencë. Nga inteligjenca artificiale te pajisjet ushtarake. Një makinë EUV e prodhuar brenda vendit do të ultet shënueshmërinë e Kinës ndaj sanksioneve të huaja dhe do të ndryshonte ekuilibrin e fuqisë teknologjike që ka formësuar zinxhiret global të furnizimit me qipa për dekada me radhë. Për momentin, prototipi mbetet një projekt në zhvillim, por vetëm ekzistenca e tij
sinjalizon një ndryshim të rëndësishëm. Barierat teknologjike që dikur dukeshin të pakapërcyeshme nuk janë më përtej mundësive. Nafta rritet, ndërsa blokada e Venezuelës nga Trump shton pasigurinë. Çmimet e naftës u rritën të mërkurën, teksa tregjet reaguan ndaj pasigurisë së re rreth eksporteve të naftës bruto nga Venezuela, pas ljuftimit të presidentit amerikan Donald Trump për një blokadë që synon cisternat e naftës nën sanksionet që hyjnë dhe dalin nga vendi. Nafta Brent u rrit me gati 1.7%, duke u tregtuar pranë $60 për fuqi, ndërsa nafta referente amerikane u rrit me një përqindje të ngjashme, duke kaluar $56 për fuqi. Rritja e çmimeve pasqyroi shqetësimet se furnizimi nga Venezuela mund të ndërpritej, edhe pse tregtarët mbeten të pasigurt për mënyrën se si do të zbatohej kjo mas. Njoftimi erdhi një ditë pasi çmimet e naftës u mbyllën pranë niveleve më të ulta të viteve të fundit, të ndikuara nga pritshmëritë se një marrëveshje e mundshme paqe mes Rusisë dhe Ukrainës mund të lehtësonte sanksionet ndaj Moskës dhe të rikthente furnizime shtesë në tregjet globale. Ky skenar kishte forcuar frikën për të prisë furnizimin në një kohë ku rritja e kërkesës mbetet e pabarabartë. Trump tha se blokada do të zbatohej për të gjitha cisternat e naftës nën sanksione që lidhen me Venezuelën, duke përshkruar këtë veprim si pjesë të një përpjekje më të gjerë për të ushtruar presion mbi qeverinë e presidentit Nicolas Maduro. Autoritetet venezueliane e hodhën poshtë deklaratën, duke quajtur një kërcënim të papranueshëm. Analistët e tregut thanë se reagimi menjëhershëm i çmimeve u nxit më shumë nga pasiguria rreth zbatimit të masës sesa nga humbjet të konfirmuara të furnizimit. Ndërsa rreziqet që lidhet me Rusinë janë pritur prej kohësh, Venezuela përfaqëson një faktor të ri dhe më pak të parashikueshëm për tregtarët. Njoftimi pasoi sekwestrimin e fundit të një cisterne të sanksionuar pranë ujrave venezueliane dhe përkoi me rritjen e aktivitetit detar amerikan në rajon. Megjithatë, zyrtarët nuk kanë sqaruar nëse zbatimi do të përfshijë ndërhyrje detare apo sa anije mund të preken. Jo të gjitha dërgesat e naftës që lidhen me Venezuelën janë aktualisht nën sanksione. Disa sasi vazhdojnë të transportohen përmes rrugëve jo të sanksionuara, përfshirë dërgesa të autorizuara, ku përfshihen kompani energjetike amerikane. Analistët vlerësojnë se nafta venezueliane përbën rreth 1% të prodhimit global, me furnizime të përqendruara tek një grup i kufizuar blerësish, kryesisht në Kinë, Shtetet e Bashkuara dhe Kubë. Vetëm Kina përbën rreth 4% të importeve të saj totale të naftës nga Venezuela. Pavarësisht tensioneve gjeopolitike, rritja e rezervave të karburanteve në Shtetet e Bashkuara kufizoi shkallën e rritjes së çmimeve të naftës. Të dhënat qeveritare treguan se, ndërsa rezervat e naftës bruto ranë lehtë javën e kaluar, rezervat e benzinës dhe distilateve u rritën më shumë se sa pritej, duke sugjeruar se kërkesa afërshkurtër mund të mos jetë mjaft e fortë për të përthithur furnizimin. Rezervat e benzinës në SBA u rritën ndjeshëm, ndërsa edhe rezervat e naftës dizel dhe të naftës për ngrohje shënuan rritje. Analistët thanë se kjo rritje në inventarëve uli shqetësimet për mungesa të menjëhershme, edhe pse rreziqet gjeopolitike mbeten të larta. Disa vëzhgues të tregut vazhdojnë të presin shfaqjen e një tepritse globale të naftës në muajt e ardhshëm, megjithse rënjet sezonale të furnizimit dhe aktiviteti i fortë i rafinerive në Shtetet e Bashkuara mund ta ndërlikojë këtë perspektivë. Për momentin, tregjet e naftës po balancojnë dy forca kundërthënëse: mundësinë e ndërprerjeve të reja të furnizimit të lidhura me përshkallëzimin gjeopolitik dhe sinjalet bazë që tregojnë se furnizimi global mbetet i bollshëm. Tregtarët thonë se çmimet ka të gjartë të mbeten të ndjeshme ndaj lajmeve, derisa të ketë më shumë qartësi nëse masa ndaj Venezuelës do të përkthehen në humbje konkrete të furnizimit. Kërkesa globale për çmyr arrin nivel rekord këtë vit, por pritet të bjerë deri në vitin 2030, thot Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Konsumi global i çmyrit arriti një rekord të ri në vitin 2025. Por kërkesa pritet të nisë një rënje graduale përpara fundit të dekadës, ndërsa burimet më të pastra të energjisë vazhdojnë të zgjarohen, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë IEA. Në parashikimin e saj më të fundit, IEA tha se kërkesa për çmyr u rrit në rreth 8.85 miliard ton këtë vit, duke shënuar nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë.
Pavarësisht këtij momenti historik, agjencia pret që përdorimi i çmyrit të stabilizohet dhe të fillojë të bjerë ngadalë deri në vitin 2030, ndërsa energjia rinovueshme, energjia bërthamore dhe gazi natyror i bollshëm zëvendësojnë gjithnjë e më shumë çmyrin në prodhimin e energjisë elektrike. Çmyri mbetet burimi më i madh i vetëm i prodhimit të energjisë elektrike në botë dhe ulja e përdorimit të tij shihet gjithsesi si thelbësore për arritjen e objektivave globale të klimës. Megjithatë, ritmi i ndryshimit është i pabarabartë mes rajoneve, indikuar nga kushtet atmosferike, çmimet e karburanteve dhe politikat kombëtare të energjisë. IEA parashikon që kërkesa globale për çmyr të rritet me rreth 0.5% në vitin 2025 përpara se të stabilizohet. Sipas agjencisë, përjera e përgjithshme tani tregon një rënje të ngadaltë në vend të një zgjerimi të vazhdueshëm. India, një nga konsumatorët më të mëdhenj të çmyrit në botë, regjistroi një rënje të rrallë të përdorimit të çmyrit këtë vit. Rënja ju atribua kryesisht rreshjeve jashtëzakonisht të forta të musoneve, të cilat rritën prodhimin hidroenergjetik dhe ulën kërkesën për energji elektrike. Kjo shënoi vetëm herën e tretë në 5 dekadat e fundit që konsumi i çmyrit në Indi ka rënë. Në kontrast, përdorimi i çmyrit në Shtetet e Bashkuara u rrit. Çmimet më të larta të gazit natyror e bën energjinë me pas çmyri më konkurruese, ndërsa politikat qeveritare gjithashtu luajtën rol. Më herët këtë vit, presidenti Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që synonte të parandalonte mbylljen e disa centraleve me çmyr dhe të mbështeste prodhimin vendas të çmyrit. Kina pa kërkesë relativisht të qëndrueshme në vitin 2025. IEA pret që përdorimi i çmyrit në Kinë të bjerë lehtë deri në vitin 2030, ndërsa kapacitetet e energjisë rinovueshme vazhdojnë të zgjerohen. Megjithatë, agjencia paralajmëroi se rritja më e shpejtë se sa pritej e kërkesës për energji elektrike ose vonesat në integrimin e burimeve të rinovueshme mund ta shtyjnë konsumin e çmyrit mbi parashikimet. Vetëm Kina konsumon rreth 30% më shumë çmyr se sa pjesa tjetër e botës së marrë së bashku, duke bërë vendin faktorin më vendimtar në formësimin e prirjeve globale të çmyrit. Edhe ndryshimet të vogla në kërkesën kineze mund të ndikojnë ndjeshëm në totalet globale, vojë në duke Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Raporti nxjerr në pa një tension qendror në tranzicionin global të energjisë, ndërsa kërkesa për çmyr ka arritur kulmin, rënja e tij ka të ngjarë të jetë ngadalë dhe e pabarabartë. Shumë vende vazhdojnë të mbështeten të çmyri për siguri energjetike, për ballueshmëri dhe stabilitet të rrjetit, edhe pse investimet në teknologji më të pastra po përshpejtohen. Sipas IEA, drejtimi i përgjithshëm është i qartë, por shpejtësia do të varet nga sa shpejt mund të zgjerohet energjia rinovueshme, energjia bërthamore dhe infrastruktura e gazit, dhe nëse rritja ekonomike dhe kërkesa për energji elektrike do t'i tejkalojnë këto përparime. Për momentin, çmyri mbetet thellësisht i integruar në sistemin global të energjisë, edhe pse roli i tij afatgjat po fillon gradualisht të zbehet.